Njohja e vetes është hapi i parë drejt botës. Dhe kjo procedurë nis me trupin, organet dhe funksionet e tyre. Si kulturë shkencore, nis në moshë relativisht të vogël, dhe më herët si bisedë me prindrit ose gjyqërit. Pyetja e parë e madhe e fëmijëve është si lind njeriu, e cila edhe pse konsiderohet naive nga të rriturit, starton problemet prindër-fëmijë. Si lind njeriu, kur e morë vesh mënyrën e duhur? Rreth moshës 12 vjeç. Nga klasa e dytë. Prindrit jo të gjithë janë të qartë se kur është mosha e duhur që fëmijët të njihen me seksualitetin e tyre. Kur i keni dhënë këshilla në lidhje me edukatën seksuale fëmijëve tuaj? Aty ka mosha 13-14 vjeç. Madje një pjesë e mirë e konsiderojnë akoma kultura e turpit. Po, se si ka lindur, ja u ke shpjeguar? Po, afërsisht, se jo të gjitha kështu. Tamam. Në Indonezi, edukata seksuale nis që në kopësht, sipas standardeve të Amerikës së Veriut. Mësuesit përdorin kukulla anatomike, ku u shpjegojnë fëmijëve pjesët e trupit dhe dallimet mes organeve mashkullore me ato femërore. Në vendin ton nis në moshën 11-12 vjeç, në nëndën e biologjisë dhe më pas në klasën e 11. Shkolla është një nga mënyrat e marrjes së informacionit, por është baza dhe mënyra më e sigurt. A është e mjaftueshme kjo? Unë mendoj se informacione që marrin nxënësit në klasën 11 është i mjaftueshëm dhe efikas për të realizuar një njohje të mirë të vetvetes, konkretisht për organet seksuale, riprodhimin seksual, të mbrojmë veten, realizojmë edhe tema ekstrakurrikulare. Gjithsesi ne këshillojmë nxënësit që marrëdhëniet seksuale të hershme janë të dëmshme. Ne kemi bërë dhe shumë aktivitete me në krye dhe Zyshadelën, kemi bërë aktivitete në lidhje me këtë kapitull, kemi bërë fletpalosje mbi sëmundje seksualisht transmetueshme dhe kemi marrë goxha informacione. Në qoftë se ky kapitull konsiderohet tabu në një zonë ku niveli ekonomik, niveli kulturor, në një fshat të thellë ku ka fanatizmi akoma ekziston, dhe zysha që vjen në klasë sot më vjen në rënd të dalë para nxënësve duke folur për këtë kapitull, nxënësi nuk do ta marrin në klasë një njohuri bazë të themi. Atëherë, ku mund të marrë ky nxënës informacion? Adoleshenca është edhe prova më e madhe për prindrit, ku fëmijët kanë nevojë për hapësira dhe mbështetje. Në çfarë marrëdhëniesh janë ata konkretisht? Kur ke dëgjuar për herë të parë për seksin? Kam qenë i vogël, më kam folur prindit dhe gjithashtu shikoj edhe emisione shkencore tek dokumentare të ndryshme dhe kam kuptuar, domethënë, si ndodh marrëdhënia seksuale etj. Prindit e mi janë të dy mjek dhe për këtë arsye ata më kanë dhënë shpjegime mjekësore, shkencore në lidhje me këtë temë. Fillimisht në moshën 8 deri 10 vjeçare kam filluar me një enciklopedi nga këto që ishin të ilustruar për fëmijë. Ka qenë nga shoqëria edhe më bëri përshtypje domethënë mënyra se si e përmendnin dhe qeshnin dhe pyeta prindrit të cilët përpoqen të ma shpjegonin. Edhe domethënë mund të flisja shumë thjesht me prindrit. Me prindrit diskutoni për marrëdhënie seksuale? Patjetër, ne në shtëpi domethënë gjithçka është e hapur, nuk kemi asnjë lloj problemi. Me kë, me mamin apo me babin? Me të dy. Flasim por gjithmonë domethënë nuk mund të flasësh siç mund të flasësh me një bashkëmoshatar ose dikë që është 1 ose 2 vite më i rritur se ty. Marrëdhënie shumë të hapur, po, absolutisht i tregoj të gjitha dhe më japin të gjitha. Ata janë njerëzit domethënë më të dur që mund t'i pyesësh dhe mund t'japin shpjegime. Çfarë do t'i fshije mamit për shembull? Nuk e di. Gjëra që mua mund të mendoj që nuk mund t'ia tregoja, domethënë ose mund të më dukeshin që ishin shumë të vështira për të. Nuk do t'i tregoje gjithçka. Asnjëri prej nesh nuk besoj se do t'i tregonte gjithçka. Jo. Janë të rrallë ata adoleshentë që e marrin guximin që flasin me familjen e tyre për të tilla probleme. Ke treguar mamit përputhjen e parë? Po. Ja tregoj të gjitha. Po. Ju kanë treguar ndonjë fëmijët kur kanë kryer për herë të parë marrëdhënie seksuale? Jo. Asnjë mirë. Fëmijët janë në të mbyllur. Pavarësisht mund të jenë vajza apo djem. Kontaktet më tepër i bëjnë me nenën, sidomos vajzat. Kurse djemt pothuajse edhe me nenën nuk parareagojnë. Përveç problemeve të cilat rrezikojnë shëndetin, shqetësimi më i madh është se çfarë është seksualisht normale. Edukata e munguar në këtë drejtim sjell të rinj të pakujdesshëm dhe konfuz për seksin, sjell shtatzani të padëshiruar, sëmundje seksuale, pasiguri, përdorim të tepërt të pilulave të urgjencës. Informacioni është rruga e vetme për të mbrojtur veten dhe kultura seksuale diktuar nga prindrit është thjesht dashuri dhe mbrojtje.